Si në vitet e kaluara dhe në këtë sezon veror, njësia vendore kujdesit shëndetësor në Pogradec ka hapur në shëtitorën Buzliqenit qendrën shëndetësore verore 24 orëshe 7 ditë të javës. Kjo qendër, nga eksperjenca e viteve të kaluara, ka përballuar gjithnjë një numër në rritje të vizitave dhe ndihmës shëndetësore nga pushues, por jo vetëm. Është hapur 24 orë në 7 ditë të javës, me turne, sigurisht, asnjëherë nuk ngelet bosh. Qendra shëndetësore verore gjatë 2024 ka kryer 2741 vizita, ndër të cilët 211 kanë qenë turistë huaj dhe pjesa tjetër kanë qenë turistë shqiptar. Ne ofrojmë shërbime shëndetësore dhe në fshatin Lin, që është një fshat turistik, njëkohësisht dhe në fshatin Tushemish, që është në qendër shëndetësore të Buçemasit. Përveç qendrës shëndetësore verore, përgjatë gjithë vijës liqenore, një tjetër staf mjekësor shërben për kontrole ambulante dhe këshilla për pushuesit. Bashkë me qendrën verore suporton dhe stafi i njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, të cilët me një staf për 10